E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi këtë herë për të komentuar pak marrëdhënien e Selin dhe Gimbo. Selina ka thyer një rregull shumë të madh, do me thënë në lojën e mos reagimeve, Selina e ka thyer rregullin dhe tani për këtë gjë, sipas rregullores së Big Brotherit, i bie që Selina duhet të dënohet, se zakonisht banorët që thyejnë rregullat dënohen. Por unë mendoj që dënimi këtë herë për ta bërë lojën dhe më interesante, do t'jetë dënim kolektiv. Por për çfarë rregullash bëhet fjalë? Ju e dini shumë bukur që ditën e dieshme pjesë e shtëpisë së Big Brotherit u bë Gimbo. Ai djali që në fakt është komentuar shumë sikur kishte hequr dorë nga Selina, sikur nuk e dëshironte më Selinën dhe mos mbështetja e tij publike nëpër rrjetet sociale ngrinte dyshime që raporti i tyre, marrëdhënia e tyre është një marrëdhënie e krisur. Por gjatë ditës së djeshme, hyrja e Gimbos në shtëpi, unë mendoj që vendosi shumë gjëra në vit, duke i treguar dhe Mateos që unë besoj jashtëzakonisht shumë që ti më respekton, më ke mik dhe nuk ke asnjë gjë me femrën të cilën unë kam ndarë shtratin dhe e pëlqej. Tani, Selina dje nuk u përmbajt dot. Unë ja pash lotët e Selinës, tani Selina ka qëndruar në atë shtëpi me ditë të tëra dhe nuk mund të themi që Selin është gënjeshtare në raport me Gimbon. Nuk mund ta themi këtë gjë, nuk mund të themi që Selin nuk e dashuron Gimbon. Në asnjë mënyrë sepse Selina ishte vajza që derdhte lot. Tani duke e njohur karakterin e saj, duke e njohur tipin e saj, duke e njohur natyrën e saj, Selin është shumë e vetë përmbajtur. Do me thënë, pikën më të dobët Selina, që banorët nuk kanë arritur t'ja kuptojnë, është që të derdhen lot për të tjerët në prezencë të banorëve. Dhe unë mendoj që Selin tek Gimbo është lëshuar krejtësisht, ajo është vërtet e dashuruar me Gimbon, mos prezenca e Gimbo Selinës nuk i jep një lloj energjie. Selina e respekton jashtëzakonisht shumë marrëdhënien dhe dashurinë e saj që ka me Gimbon dhe mbrëm e pash që ajo kishte shumë nevojë për përqafimin e Gimbos, kishte shumë emocion për Gimbon. Tani, Selina nuk ka qarë në shtëpinë e Big Brotherit edhe kur hyri Ono, vëllau i saj, e jo më do me thëmë për Gimbon. Kjo tregon që Selina është vërtet e dashuruar dhe po e jeton vërtet këtë ndjesin. Tani të gjitha ato pikpyetje që Selina i kishte në kokë, të gjitha ato mendime që Selina i kishte në kokë për marrëdhënien e saj me Gimbon jashtë, se si qëndron e vërteta, çfarë është folë, si qëndron marrëdhënia ime, unë mendoj që Gimbo dje ka qartësuar gjithçka që ka të bënë në raport me Selinën dhe thjesht ka vullosur edhe një herë të publiku shqiptar që Selimbo, dashuria e tyre, është e vazhdueshme dhe është në rregull dhe pastaj Selina e shkruajti në jastikun e saj Selimbo. Unë e shoh Selin të dashuruar, e shoh dhe Gimbon të dashuruar dhe jam jashtëzakonisht i bindur që kjo marrëdhënie do të vazhdon edhe jashtë edhe më fuqishëm sepse kanë karaktere të ngjashme. Tani cili do të jetë dënimi që do të jepet në kolektiv? Realisht rregullat nuk i ka thyer vetëm Selin, rregullat i kanë thyer shumica e banorëve, duke bërë reagime, po Selin ishte ajo që vuri atë kapakun mbi ujë. Unë mendoj që vllau i madh do të heqë buxhetin ose do t'i çojë të gjithë në televotim për rregullat e thyer dhe për mos respektimin që bën kundërdrejt të lojës.